Cilat janë faktorët që kanë shkaktuar këtë krizë identitare tek ne? Faktorët janë shumë. Faktorët kryesor kemi presionin social, kemi presionin shoqëror, kemi përplasjen mes tradicionales dhe modernes. Pra, kemi një rini e cila ka dalur në jetë, një jetë e cila është krejtësisht e paqartë për mungesë të identitetit ose për humbje të identitetit. Dhe përrjedhoj kjo krizë identitare që ne përmendëm, këtu tani ka dhe përplasje mes tradicionales dhe modernes. Nëse do të analizojmë pak, domethënë këtë çështje, për shembull, nëse rinia, një i ri, një e re, kushdo qoftë, don të ndjek gjithçka që është moderne, pashmangshëm ai do shkputet nga familja. Dhe nëse nuk e do këtë, do shkputet. Pse? Sepse domethënë të ndjek gjithçka që lidhet me modernën, me investimet, me shpenzimet, me projektet e dukura dhe të padukura, të fshehta dhe të shfaqura, po punohet që faktikisht mentaliteti i rinisë në të ardhmen duhet të jetë ai mentalitet i cili nuk do të ketë më lidhje me atë familje konservatore për cilën ne kemi folur faktikisht dhe tradicionalen në jetën e njeriut, në familjen e njeriut, në të ardhmen e tij, në shoqërinë e tij. Nëse do të jepet gjithçka që është moderne, jo gjithçka moderne është e mirë. Jo gjithçka moderne është dobishme dhe jo gjithçka moderne meriton të ndiqet. Dhe përrjedhoj pashmangshëm ai do shkputet nga familja dhe nuk po bëhet më fjalë për shkëputje fizike, por po bëhet fjalë për shkëputje konceptuale. Ai nuk do të jetojë me konceptin e familjes. Ai nuk do të jetojë me tradicionalen. Shumë prej të rinjve sot e kanë të vështirë të shkëputen nga familja, sepse ka besim. Ai e don familjen. Ai vazhdon akoma me frymën tradicionale, me frymën konservatore. Nga që ka frikë, nëse ai do të qëndrojë me frymën tradicionale, atëherë nuk do të jetë pjesë e trendit. Ai do të humbë trendin. Ai do të humbë ecurinë, e cila sot është shfaqur fuqishëm në jetën e të rinjve, në jetën e gjithë njerëzve, por kryesisht në jetën e të rinjve. Pra, kemi plot të rinj të cilët janë të luhatur çfarë të zgjedhim tradicionalen apo modern dhe kjo quhet përplasje. Dhe kjo përplasje është faktor shumë i madh. Faktor që lën efekte në vetvete, në familje, në shoqëri dhe në të ardhme. Dhe përrjedhoj të gjithë këta njerëz apo këta të rinj e kanë shumë të vështirë tani me këtë përplasje mes identitetit ose në këtë krizë identitare dhe presionit social, presionit shoqëror, presionit të turmës e cila po shkon domethënë pa orientim, e përmendet domethënë ndoshta janë të pa orientuar, jo ndoshta janë të pa orientuar. Dhe përrjedhoj kemi një problem tjetër, kemi një sfidë tjetër, kemi diçka e cila është vërtet domethënë një pikë që ne duhet të ndalemi, duhet të analizojmë, duhet të studiojmë, të dalim domethënë me përfundime konkrete të qarta. Nëse do të kemi të rinj sot, të cilët përcaktojnë diçka konkrete për të ardhmen e tyre, për ecurinë e tyre, në shumicën e rasteve ajo përcaktohet sipas dëshirave, sipas pasionit dhe më tepër referenca është ana emocionale. Nuk kemi një studim të mirëfillt, nuk kemi një qasje të mirëfillt akademike dhe përrjedhoj nuk kemi një analizë të qartë, analizë të duhur që nëpërmjet kësaj analize, nëpërmjet këtij studimi, të rinjt sot qartësohen më shumë për të përcaktuar të ardhmen e tyre.